Përshëndetje! Mirëmëngjesi, tani është ora 8:30 mëngjesit. Edhe mirë se erdhët në vlog me Elin. Për ju që jeni të reja, unë jam Elvira, shkurt Eli. Kështu që mirë se keni ardhur në kanalin tim vlog me Elin. Jam veshur kështu me fustanella sot. Kur vishe me fustane, e kam vesh fustane që në 6 mëngjesit kur iku Fatmiri. Edhe kur më shikon me fustane, fillon këndon një këngë që unë nuk e di se kush e kënon këtë këngën. Fustanella palo. Prit, se harrova fjalën tjetër. O ç'ma bëre për mall. Nuk e di këtë këngën se kush e këndon, po më duket se e ka shpik burrin këtë këngën. Edhe e këndon në për shpik kur më shikon me fustane. Unë do ju a tregoj fustanin që të shikoni. Do shkoj do pi kafe me Silvian, po sot do shkojmë në qendër tregtare sot. E kemi nis ditën me qendër tregtare me prish lek. Unë nuk do blej asnjë gjë, nuk dua as edhe një gjë. Kam parfume gjitha, por kur blej Silvia, do me thënë ndonjë gjë, unë kam edhe kartën atje të hapur edhe mbar ndonjë gjë kështu me ulje çmimi. Edhe shfrytëzoj edhe për Silvian, edhe për shoqe, për gjithë mikeshat. Kush doj të shkoj në Sephora, që të blej, ose edhe kudo tjetër, unë kam me kartën, ose e kam hapur këtë kartë quhet në fakt këtu. Mire kam, që është për ulje çmimesh. Edhe shpesh herë më çon në Viber mesazh, nëse dua të shkoj të blej ndonjë gjë. Sot kam një prerje, por më vonë kur të kthehem, thana do e heq fustanin nga dreka, edhe kam bërë mend që ati ku do iki, sepse ati ku do shkoj ka sera me lule. Është një serë që unë e pëlqej shumë edhe shkoj shpesh. Unë vetëm shkoj shpesh vetëm për të marrë ajër të pastër, kështu arom lulesh, arom jeshilliku, vetëm për këtë shkoj më tepër, edhe gjatë dimrit që kam qenë. Në pak fare që shkoj jam bërë si e shpisa tjetë ato serat. Do t'rregoj çik veshje, po sot jam vesh me çizme cowboy. Sot e kam ndryshuar si jam atlete sot. Kanë pak fare tak, janë ato çizmet kafe, t'ju t'rregoj tek pas shqyra. Pas kam dezur dritën e kamerës. Sa bukur u duka kështu me dritë. Ja, janë këto çizme do me thënë. I kam vesh pageta, pa çораpe mishi, vetëm me çorape kështu, çorape të bardha të zakonshme sportive. Do ta fik pak blicin se në vret syt. Edhe guna, ky fustani është me mëngë të gjata, është shumë fustani bukur, është saten. Nuk e di sa duket. Pa afroj këtë telefonin, po është saten. Është i derdhur kështu dhe është saten i plot, jo i holl, është i trash dhe është shumë i mrekullueshëm, duket sikur bën masazh në lëkurë. Unë jo të gjitha copat i pëlqej, unë jam dhe alergjike dhe i zgjedh shumë copat që vesh. Ti kem sa më të mira, të buta, edhe nuk më intereson çmimi, domethënë mund të jetë edhe e lirë dhe mund të jetë shumë copë e mirë. Mjafton që mua nuk më kryet lëkura, domethënë, ose të skuqet. Ose është dhe bezdisur, si kur të gricin disa robe, një pjesë. Kështu që do ikim të marrim kafen, të pim kafen me Silvian, edhe do ikim në qendër tregtare. Edhe do merrem dhe çik, po mora pak me lule të shikoj nga mazditja, po më doli koha, nëse i blej sot, do me thënë. Edhe ikim, nuk e di pse po më pëlqej ka vetja kështu me çizmet. E dini këto çizmet mund t'i vesh shumë rrallë, nuk e di pse. Kam lënë bidonin e ujit që e majt e koka, edhe të Fatmirit që do i marrë të dyja, do i çet e kuzhina. Ikim pim kafen e mëngjesit. Sa e mbarova kafen me Silvian, edhe kemi anulluar, në fakt ishin për të vajt në qendër tregtare të dyja, po Silvia kishte shumë punë sot. I kanë dalë disa punë edhe kështu që e lam që nuk do shkoj. Radio, ja. Edhe unë mua më duhet të shkoj të porosisë qypin e banjës. Qypi i banjës bashkë me kutin janë prish. Sidomos kutia është kaput. Neve kur kemi ardhur fillim fare që kemi marrë shtëpinë, atëherë ishin të vëna të gjitha, do të thënë kishin vite që ishin vënë, edhe tek banja që ishte bërë etj, dhe kishin disa vite, shumë vite, jo disa po. Edhe i erdhi radha, do me thënë që të prishet.
Unë kam 10 vjetë tek shtëpia ime, pra 10 vjetë, 9 vjetë e gjys, do me thënë nuk I kemi mush 10, po avash, por 9 vjetë e gjys, e banja, neve nuk I kemi vën as një dorë shtëpi, se vetëm ja dorë që kemi vën e vetëm se drasat e parketi që është lyer me llako, nuk e di me çfarë ka lufat mirë në fillim, me bojë gjitha, këto janë disa rregullime sipërfaqësore që I kemi bërë ne, se ishte ideja, pra që e kam thënë gjithmonë që shtëpia të rregullohej. Nejse, iku kjo. Edhe duhet shkoj të porosis Shqipin. I kam bërë fotografi. Dhe do shkoj që ta tregoj tek dyqani që më ka thënë Fatmiri se ku duhet shkoj. Se ai ka materialet e mira, shoku Fatmirit, edhe do nisem tani. Plus që më ka ardhur një mesazh në Viber që më ka ardhur porosi në unboxing, që unë kam porosit goxha, do me thënë kam bërë ca porosit që para vitit të ri, dhe nga ngarkesa ndoshta e lartë, mi kanë sjell tani, mbas kaq kohësh. Edhe do shikoj çka ka ardhur njerëz. Edhe ne do ikim tani, se na shkon vonë. Edhe dreka për sot, tu kam 2 tek pule që I bëj për gocat në pak, tani shpejt e shpejt që të han diçka me sallatra dhe sa të mbaroj gjella, tu kam me skuqur mish viçi, e kam marrë nga Shqipëria, dhe vetëm e qep, do me themi, nëse nuk gaboj, kam ngrirë diku tek 8 kokra qep. Është e mbushur, vetëm e qep edhe me lagas një gjë, do me thënë si mish jani, por pa miell, se unë do njëri fuse dhe miell, mish jani, po këto do ta bëj vetëm me lang, do ta lej avash që të zihej, me zjarrt nga dal, derisa langu trashet mirë, edhe do të jetë shumë erza, salce, domate dhe spec të kuq plumb. Këtu e fika këtë matin, do me thënë, e fika këtë bifteqeve këtu. I kam marrë edhe kështu paninet ngrohta sa dolën nga furra. Ja mora gocave edhe tash t'i hajnë. Nuk I duhen lënë shumë, sepse si t'in vaj më pas. Për të shoqëruar gjellën, tu kam ngri pak pungullë, se harroj me nes kamerën si gjithmonë unë që harroj. Në fakt nuk kisha dhe baterie. Edhe do t'i pjek në furrë. Këto sepse do t'a bëj kështu sallatë, do me thënë, ne preferojmë shumë. Do t'a bëj kështu me këto zarzavatet të pjekura, perime, do me thënë. Vetëm patatet nuk I hedh. Edhe thash t'i bëj këto, sepse nuk dua që të më prishen, duke qenë që këtë javë tani mbas 2 ditësh nuk duhet bëj dhe pazare me fruta, perime, zarzavatet freskëta. Edhe unë do ja heq pak fare, ndonjëherë kështu lëkurën ja heq, se nuk më pëlqen. Edhe për dekor, edhe pse sikur ka filluar pak lëkura. Jo të rryshket pungulli, po lëkura pak fare nga sipër. Nuk kam shumë ditë që I kam bler. Dhe nuk dua që t'ja hedh ushimet, I kam shumë gjuna, më thënë nuk e hedh ushimin, edhe këto, asnjëherë, mundohem që t'i bëj me program. Dhe me thënë të shikoj kur kam për të bërë pazaret, edhe qa më ka ngelur në frigorifer, I heq, I kam të lara të gjitha, nuk po marrë drasën e gatimit, se nuk është se do më nevojitet tani, dua që t'i bëj shpejt e shpejt. Në fakt është më bukur, më pëlqen më bukur dhe më thjesht, I prej pam edhe I hedh direkt këtu. Por ndonjëherë më pëlqen t'i pres edhe kështu. Më duket si metodë më e shpejt kjo gjë. Unë këto tani do t'i pripos, edhe do t'i trazoj me lugën edhe pirunin që trazoj salatra, do me thënë, me këto. E do t'i hedh.
Kryp. Jo, na pas ka zënë pak si lagështirë. As një gjë, thjesht do pishen. Edhe, ja. As vaj, as i gjë, sepse si qik lëshojnë dhe lëngë vetë. Një pjesë vogël do ta bëj sallat për të shoqëruar gjellë, pjesën tjetër mund ta bëj dhe turli. Shikoj. Me pak gjizë, ose edhe pa gjizë, domethënë edhe pak qep, si gri pak qep. Mos na thatë patlıgjani direkt në furrë. Patlıgjana ka më shumë në fakt, po s'ka gjë. Atëherë kam ardhur në një serë të madhe, që është goxha e madhe, po këtu jam vetëm tek hyrja, që është vetëm e lule. Edhe bleva lule për t'ju tregu. Do t'ju tregoj mora, do t'ju tregoj kjo shtëpia. Atëherë jam, si që thashtë serat të mëdhaja, jam në një autostradë goxha këtej, kam dalë nga qyteti. Kam marrë, ja. Shkoni çik. Doja të tregoj kjo shtëpia se sa të bukur ajo. Doja që të shtriesha një herë trija aty, domethënë shtrirët e gjithë sera me lule. E pëlqej shumë. Mbaroj. Ju tregoj të shtëpia se ka shumë zhurmë tani, nga që ka lëvizje makinash. Makinën e kam lënë larg, se këtu zgjeta parking. Dhe do t'ju tregoj çfarë kam bler, çfarë lulesh, janë shumë të bukura. Edhe janë dhe shumë njerëz mirë që të ndihmojnë, domethënë se si mund të mbajnë sa më gjatë lulet. Prandaj dhe unë vi shpesh këtu. Atëherë, nuk ju tregova në makinë kur e mora dhe kutinë e banjës që ju thash. Më erdhi kjo çanta si kisha porosit këte bashk me këpucë, po këpucët nuk më kanë ardhur me thënë akoma. Edhe ka ardhur kjo me këtë çantën e vogël. Mos kujtoni se është e lirë. Më thënë, nuk po flasim shumë shtrenësi e madhe, po ashtu, e shtrenjtë është. Unë e mora se thashta kem tani, unë e mbush ndonjëherë se edhe kur ndrohem ndonjëherë që bëj, mos e me bëj, po shpesh herë. Nuk është që ndrohem dhe shpesh, sepse nga që ka makinë, po kur iki pa makinë, me thënë, kur ndrohem ndonjëherë, edhe marr këtë çantën për të mos marrë atë të madhen tjetrën, sepse ato janë lëkurë, unë nuk dua t'i marrë atë, dhe është marrë këte, kjo kishte edhe këtë të voglët, pse jo për ta marrë, domethënë për verë. Kjo ishte unboxing që mora dhe po pres këpucë që nuk më kanë ardhur akoma. Kjo pjesa këtu, materiali domethënë, ishte shumë i fortë, më pëlqeu. Çukur kapa me dorë, prandaj e hapa direkt ta shikoj. Ishte goxha e mirë edhe kjo pjesa këtu shumë e fortë. Edhe pjesa këtu brenda që ka një pjesë lëkure këtu. Pra ky ishte unboxing dhe hodha qesën e paketimit, e hodha në plera që në makinë.
Atëherë këtu jashtë nuk ngjoj mirë, po ka shumë zhurë. Po që do ju tregoj çik që mora nga këtë lule si patate. Domethënë mora ngjyrë portokalli te këtu. Pastaj mora kjo është e verë, këto patatesh. Çike dhe erdhëm. Çfarë është ajo? Mrena ke plera. Te se di tani kjo është shumë e bukur. Kjo do vetëm ujë, domethënë vetëm luli që do vetëm ujë dhe jeton rrond, domethënë deri afër dimrit. Shumë e bukur. Atëherë këte e kisha, është ky karafili këtu, me thënë me ngjyra, këtu, edhe kjo këtu, patatja, edhe kjo patatja, edhe kjo këtu, mbarova, do I njohim pastaj. Këtu ka marrë disa lule kumlle, po që vinë një aromë, super aromë, do I ndroj pak ujtë. Vjen shumë e mirë, ja lule kumlle I kam kaput rrugës, ja bajtute.
edhe erdhem në fund të videos. Sot që po bëjmë mbylljen e videos, është data 14 mars. Është dita e verës, kështu që uroj të gjithëve gëzuar ditën e verës, qoftë një verë sa më e mbar, edhe e begat. Ne do të shihemi në video tjetër. Do t'ju tregoj një çik verore, ne kemi vënë të gjithë, domethënë, ja dhe verorja. Shihemi në video tjetër. Bye bye.